وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të flasim në temën të cilën e kemi të hapur, e ajo është shitblerja dhe tregtia, ku cekëm në dersin e kaluar disa shembuj praktik të ndritshëm të profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke ditur padyshim se praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, shembujt praktik të cilët janë të ndritshëm, e reflektojnë gjithherë për ne mësimin dhe udhëzimin që si të jemi të suksesshëm, të matur në shitblerjen tonë, në tregtin tonë, që ato na mësojnë dhe nga ato marrëmi mësimin se jo vetëm që është sinqeriteti edhe maturia në shitblerje, por dhe fitimi në tregti dhe në shitblerje është një ashtu nga furnizimi I Allahut xhalla xhelaluhu nëse ruhen kufit e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe një nga tregimet me të cilët I është ngarkuar një sahabijut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një shitblerje që ai ta bën, e ai është Urwat ibn Abil Ja'd al-Bariqi, të cilën e transmeton tekstin Imam Ahmedi dhe po ashtu hadithin Imam Buhariu, mirë po me tekste të ndryshme nga pak, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ngarkon një tregti që t'ja kryen një punë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një shitblerje të vogël këtij sahabijut Urwas, edhe e porositi dhe I tha që të shkon të vendi I deleve ku shitshin delet, apo të vendi I atyre tregtarëve të cilët bonin importimin e mallrave. E veçanërisht në këtë hadith pra, që të I blen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një dele. E I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ej Urwa, o Urwa, shko të vendi I deleve dhe I adhuroj një dinar dhe tha feshteri lana shah, na blej një dele." Pastaj shkon ky sahabiju te tregu, dhe kur shkon te tregu I deleve I dhenve, tha duke bër pazar ky në tregti, në vend që ta blen vetëm një dele, ai ishte aq I aftë që të bën tregti dhe të tregton me tregtarët, ai me atë një dinar I blejti 2 dele.
E pastaj kur kthen ky sahabiju po vëllezër, që të i bjen këto dy delet, që me shkathësinë e tij dhe me aftësinë e tij në tregti, ai i blejti dy dele për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Derisa Sufjan ibn Uyeyna apo Sufjan al-Thawri rahimullah tha se e porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me lëm përgjegjësi, ngarkoi me përgjegjësi që t'ia blen atij një kurban. E tash kur i blen dy që ky t'ia sjell pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha gjatë rrugës takon një tregtar tjetër që ai i thot këtij, ai ke për të i shitur këto dy delet, dhe tha bëm tregti dhe bëm pazarllëk në mes veti derisa ja shiti njërin dele për 1 dirhem, dhe e merr dhe 1 dirhem dhe delen i sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur i sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra me 1 dinar, me 1 dirhem që i adhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e blet një dele dhe përsëri ja kthei dhe parat të holla të cilët i adhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha bëri dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për to që të idhuron Allahu xhel xhelaluhu bereqet dhe bekim në shitblerjen e tij, me të transmetime Imam Ahmedit, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Zot, jep bekim në të djathtën në dorën e djathtë të tij me të cilën ai bën tregti. Derisa tha e shihnim Urwan që kur bonte tregti, tha edhe nëse blente dhe ai fitonte prej saj. Me këto çka kuptojmë se ky sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e bëri një vepër, por e bëri një vepër jo të lejuar në përgjithësinë e këtij pronarit të hollave të cilët i adhuroi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky e bëri një vepër edhe e bëri një tregti, edhe pse kjo tregti disa prej dietarëve e futën në një kapitull që ka të bëjë me, i thënë el bej'ul fuduli, shitblerja pa lejen e pronarit. Të bësh shitblerje pa pasur në dorë pa lejen e pronarit. Në to ka polemik shumë të dietarët, mirë po me këtë hadith pra pejgamberi sallam i la pronësi dhe mbështeti dhe ngarkoi me detyrë, por në shitblerje se sa fiton, shariati Allahu xhel xhelaluhu nuk caktoi çmim se sa është fitimi dhe mbi atë nuk ke mundësi, apo sa është humbja dhe ndër atë nuk ke mundësi. Por sa ke zotësi që ti të mundesh të fitojsh me të drejtën që e meriton shitblerja edhe meriton tregtia, atëherë do me thonë aftësia yte shpërblehet simbas asaj me të cilën ti ke aftësi. E mu për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për këtë sahabi bëri dua dhe bëri lutje që Allahu xhel xhelaluhu të i dhuron bereqet atij. Dhe këto ishin ato shembujt praktik edhe të shokëve të pejgamberit sallam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se sa të shkath ishin në tregtinë e tyre për të fituar. Derisa tha pastaj dhe lagja të cilët e njihnin këtë sahabi Urwa ibn Abi Ja'd, tha dhe lagja dëshmonin për suksesin e madh të tij në tregti. Sa që tha pa të ndëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa të thonë në një hadith, el khairu ma'qudun fi nawasil khayl ila yawmil qiyam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tha se khajri dhe mirësia është e lidhur për jelet e kuajve. Jelet e kuajve, më të vjetrit tonë e din ato flokët të cilat i bin para ballit të kualit. Para ballit të kalit, ata flokët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha e lidhur khajri dhe mirësia për jelet, për flokët e kuajve deri në ditën e gjykimit. Tha e shihnim se bonte tregti dhe i ruante për të bërë tregti, tha në shtëpinë e tij mbi 70 kual. Që ai vazhdimisht me to për bereqetin të cilën edhe mirësinë të cilën e kanë kuajt, pra në shitblerje, në shfrytëzimin e tyre, kështu me radhë. Pra kjo si shembull o vëllezër, neve na jep të kuptojmë se me të vërtet praktikat e ndryshme të cilët neve na udhëzojnë dhe na mësojnë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të shokëve të tij, me të vërtet se na mësojnë se si të i ruajmë
ato kufit e Allahu Gjelle Gjelaluhu të jenë të ndershëm në tregti dhe në shitiblerje, për arsye se besimtari nga ajo merr furnizimin, edhe në ty e merr mësimin, çka i lejohet edhe çka nuk i lejohet. Edhe kështu ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të tillë, të cilët ato kur bënin tregti ishin të ndershëm dhe kishin maturi, ishin të matur dhe na ipshin mësimin ndriçues neve se nëse dëshiron që të jesh i suksesshëm në tregtin tënde, atëherë merre mësimin nga këto burra. Nëse dëshiron që të kesh fitim në tregtin tënde, merr mësimin në veprimet e tyre, se sa ishin bujar edhe në tregtin e tyre. Nuk ishin egoista që ai të bën tregti me mallin e tij e të fiton e të intereson vetëm për vetveten e tij. Por ato ishin burra me të cilët nëpërmjet tregtisë së tyre dhe fitimit të tyre, ato u mundonin dhe rrethin e tyre që ta ngrejnë, u mundonin dhe rrethin dhe familje dhe të afërmit e tyre që ata të ngrejnë dhe të ndihmojnë. Janë një shembull praktik i ndritur i një sahabiju të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte i shquar si tregtari shumë i suksesshëm. Dhe ky është Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, o vëllezër, një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë i njohur për tregtin e tij, ishte i shquar se kishte shumë prirje për në tregti. Ku bonte ai tregti, fitonte me tregtin e tij. Edhe të gjithë e njihnin ai vet, tha ishte njeri me fat shumë në tregti. Tha dhe në kohën e xahilietit, në kohën e ignorancës, pra para ardhes së pejgamberllëkut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha të gjithë ato mushrikët e Mekës edhe Kurejshët që ishin në Mekë e njihnin se ishte shumë me fat në tregtin e tij. Dhe fitonte shumë kur ai bonte tregti, derisa tha në kohën e xahilietit të ignorancës, tha Kurejshët u mbledhnin dhe secili dëshironte që të jep pasurinë e tij, ta vendos në ortakllëk me to, ta shpenzon si sigur se e dinte se fiton sigur të ai. Te Hakim ibn Hizam. E ky burr, vëllezër, Hakim ibn Hizam, ishte ky njeri i cili jetoi, thuhet në historiat të cilat transmetohen për to që jetoi 60 vite në xahiliet dhe 60 vite në Islam. I dha Allahu Gjelle Gjelaluhu jetë që ai 60 vite me praksën dhe praktikat e mëdha të tij të tregtisë, ai të jetë i shquar dhe i njohur me fatin e madh në tregti, dhe kur ishte në kohën e ignorancës. 60 vite, si dhe në Islam 60 vite një ashtu i njohur për tregti. Për ta njohur më holl këtë burr është Hakim ibn Hizam, djali i vllaut të Hatixhes, nonës së muslimanëve radiallahu anha. Dhe ky një herët i pat ndodhur një rast që një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ishte ky kaq i shquar dhe kaq me fat në tregtin e tij, në shitblerin e tij, na tregon Mus'ab ibn Abdillah, tha se Abdullah ibn Zubair, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha kur u mbyt baba im në luftë, Zubairi radiallahu anhu, tha dhe i patlon pasuri ati për t'ja kryer disa borxhe ati, mirë po që të fiton me atë pasurin dhe se si t'ja bën për të i kthyer, dhe kishte një pasuri që i ala pas, tha dhe nuk dinjam ku të drejtohem për të u këshilluar me të, vetëm se të Hakim ibn Hizam, të ky burri i shquar tregtari me fat në tregtin e tij. Dhe kur shkova, tha, që të konsultohem me to, tha e gjeta në treg në kohën e drekës. Ishte aq shumë nxehtë, sa që tha e kishte një deve, e mbante për dorë dhe ai mundohej që ta shit atë. E kur shkova që të konsultohem, i tham Hakim ibn Hizamit radiallahu anhu se kam ardhur për këtë çështje,
Tha vllau im, a ma bën halal vetëm pak nëse qëndron me mu derisa ta shes këtë devën. Si ta shes, pastaj do të bisedojmë për çështjen për çka ke ardhur. Dhe qëndroi tha me to, ai duke u munduar që ta shet këtë devën, tha ishte aq nxehtë sa që e vendoja paltën time në kokën time nga dielli, sa nxehtë ishte duke u munduar që ai të shet dhe të fiton në tregti, tha derisa pastaj arriti që nuk fitoi që t'ja shet dikush me të cilën tregtoi me to, tha nuk i ngeli fitim, ai i jepte fitim vetëm 1 dirhem. Dhe tha ra në ujdi dhe ja shiti devën vetëm 1 dirhem fitim për to. E kur ja shiti devën për 1 dirhem fitim, atëherë tha pak u zbeha dhe i tha shovllavim, gjithë këtë mund, duke u munduar kaq shumë për ta shitur devën dhe në fund fitim vetëm 1 dirhem të mbet. Ai shpresën e kishte se te ky burr që ishte kaq me fat të ketë shumë fitim. Kur e shikoj se ai gjithë këtë mund e bëjke në tregtinë e tij, ishit blerjen e tij, në tregun e tij, në fond kur ardh për 1 dirhem më tepër, e shiti dhe ja dhuroi. Ju duk sikur fitimi shumë, lodhje shumë, por fitimi shumë i pakt, shumë i rond. Atëherë tha, më morri me vete dhe nuk më tha asgjë. Derisa tha kur kaluam te një vend, te një plakë e cila ishte mes kamellëke shumë dhe e varfur, tha kalon pranë saj, i adhuron edhe çato parat dhe atë dirhemin të cilën e kishte fituar asaj. Kur i adhuroi dirhemin, e atëherë ju kthye këtij vllavit të tij, pra Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu anhu, duke i thonë: o vllave im, unë kur dola sot në treg, e pash këtë lokën këtu, këtë plakën që e kishte me këtë hall të saj, me këtë gjendje të saj, dhe vendosa e bëna niyet Allahu xhelexhau që sot nëse shkoj në treg, çka të fitoj asaj do t'ja bi fitimin. Edhe se jam i kënaqur që sot e shita devën time, fitova 1 dirhem, po çat dirhem çka fitova, e bëra në zotlidhje këtë çështje që unë t'ja bi fitimin kësaj plakës, e ta ndihmoj atë. Por kjo është vëllezër që e kuptojmë në këtë se ky shembull praktik i ndritshëm që neve na reflekton udhëzim, mosim edhe maturi, e cila sjell rrezikun, nuk është se ti i shkath nga vetia, por është pasuria e Allahut xhel xhelaluhu që ti ato të cilën e merr dhe e shet është e Allahut, dhe atë që e fiton është e Allahut, i jep nga pasuria e Allahut, që Allahu xhel xhelaluhu të ta shumë fishon atë pasuri tonë e të t'jep bereqet dhe bekim në tregtinë tonë. Me këto kuptojmë se ky burr i cili ishte kaq me fat në tregtinë e tij, ai gjithherë ishte dhe ndihmues i atyre të nevojshmive të cilët ndoshta nuk i kanë pas ata mundësi që në tregti të fitojnë, por ato e çonin edhe mundohej që ta çon fitimin e tij në vende ku është i kënaqur krijuesi i tij. E me këto me të vërtetë pra e marrim një mësim që kush do i cili dëshiron që të jetë me fat në tregtinë e tij, le të mundohet që kur të jetë në fitim të madh të tregtisë së tij që të ndihmon edhe ata të cilët janë të varfër e të nevojshëm. Pra lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu dhul xhelal muslimanëve në tregti të ju jep bereqet dhe bekim. Lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu të na mëson dinin e tij dhe të na mundëson praktikën e urdhnave të Allahut dhe të dërguarit të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.